Pra? Pastaj të ejnëtin, punova me 3 cepsin dhe 4 cepsin. Dhe porosita një mish sanduiç, gjysmë të pjekur pak dhe gjysmë të pjekur shumë. Oh, mos dojet porosisje diçka ti? Pastaj kasapi tha, jo kur paguaj unë. Jo kur paguaj unë. Një bizele më duket se po prek pataten. Mirë, çfarëdo që është e nevojshme që kjo darkë të mbarojë. Oh, darka mbaroi. Tani do të kalojmë në pjesën tjetër. Pjesa tjetër? Bëj një hap përpara, çdo kush është fitues kur dashuria është në ajër. Oh, ty të lutem? Kur është i pari? Është thjesht një darkë dhe një karnaval, është thjesht një darkë dhe një karnaval, është thjesht një darkë dhe një karnaval. Kjo ishte një natë për të mbajtur mend. Sado që përpiqem ta harroj. E di çfarë do të them, Lin? Nga të gjitha vajzat që unë kam pasur rast të dal me to, ti je ajo që impresionohesh më lehtë. Më pëlqen kjo. Ndihmë. Oj, qofe! Lordi, Unë nuk po qajo, ti po qanë. U përpoqa shumë, e di, por unë kam një personalitet të fort. Unë jam një idiot. Ti e ka që këndshme dhe unë dua një vajzë që të më doj. A e di çfarë? Unë nuk do të dëshiroj më të ecë në planet e erë. Faleminderit për natën e paharrueshme, do ta bëjmë përsëri këtë. Si thua, po ta bëjmë çdo natë kështu për gjithë jetën, si thua ti? Oh, ja.